Kryeministri Edi Rama pranoi sot se Shqipëria aktuale nuk plotson asnjë nga kriteret e Bashkimit Evropian për integrimin, veçanërisht në fushën e sigurisë ushqimore, duke rënë me të dyja këmbët në gropën që hapi vet, pasi mandatin e katërt e mori vetëm me propagandën se do të integrojë Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda pak vitesh. Gjatë mbledhjes së sotme 5 orëshe, nën masa të rrepta sigurie, si asnjëherë më parë, e me dyer krejtësisht mbyllura me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ai theksoi se vendi ynë nuk është në pozicionin e Francës apo shteteve të tjera që diskutojnë kushtet me BE-n, por në fazën ku duhet negociojë për anëtarësimin e vet. Rama u kujtoi deputetëve se Shqipëria ndodhet në fazën më intensive të negociatave me Unionin Evropian. Ai foli gjithashtu për ndryshime në kuvend, duke paralajmëruar vendosjen e piketave për godinën e parlamentit të ri dhe modernizimin e administratës parlamentare. Kryeministri u bëri thirrje deputetëve të vijojnë punën, duke theksuar se braktisja e territorit nuk është një opsion. Me këtë deklaratë, Rama ju përgjigj prerasit të gjithë atyre që fantazuan largimin e tij, duke rikujtuar edhe një herë shifrën e 83 mandateve në zgjedhjet e 11 maj 2025, Rama u bëri të qartë të gjithëve se ai nuk do të lëshojë asnjë copës territor. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dërguar disa mesazhe të forta ndaj kryeministrit Edi Rama pas deklaratës se Shqipëria është si mjalt për Kinën. Brenda 24 orëve ambasada amerikane publikoi 3 shëndrime kritike, ndërsa pezullimi i vizave emigruese për Shqipërinë u konsiderua goditja më e rëndë që prek mira e qytetar, përfshirë llotarinë amerikane dhe bashkimet familjare. Mesazhet e ambasadës u fokusuan te kujdesi ndaj investitorëve strategjik, liria e medias dhe lufta kundër krimit të organizuar. E ngarkuara me punë, Nancy Van Horn theksoi se krimi dhe trafiku i drogës po nxisin emigracionin masiv dhe se SBA do të mbështesin SPAK-un e BKH në luftën ndaj krimit dhe karteleve të drogës. Marrëdhëniet e Ramës me administratën Trump janë krejtësisht të ftohta, pa vizita zyrtare apo takime të nivelit të lartë, ndërsa deklaratat për Kinën duket se thjesht derdhën gotën e mbushur. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar sot në konferencën për mediat pjesë nga dosja e SPAK-ut lidhur me hakerimin e kompjuterëve të prokurorëve të posaçëm, çështje për cilën janë dërguar për gjykim Arnold Rokaj dhe Zambak Gjoni. Sipas Berishës, komunikimet mes tyre lidhen me kërkimin e informacioneve për arrestimin e Ngjëlla Gaçit, sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave. Berisha sulmoi ashpër edhe gjykatën kushtetuese, e cila e ka cilësuar të zgjatur masën e arrestit shtëpiak ndaj tij, duke theksuar se vendimi u mor pas 8 muajsh dhe pa e shfuqizuar masën. Ai e quajti këtë një qëndrim antikushtetues dhe akuzoi gjykatën për standarde politike. I pyetur për vendimin e SBA-ve për pezullimin e vizave për Shqipërinë, Berisha refuzoi të komentojë, duke thënë se përgjigjja është dhënë tashmë nga ambasada amerikane në Tiranë. Kreu i grupit parlamentar socialista Uland Balla i ka bërë thirrje opozitës të bashkëpunojë për çështje madhore, duke theksuar se nuk ka kohë për revolucione apo justifikime humbjesh. Ai njoftoi se zgjedhjet vendore do të mbahen në pranverën e vitit 2027 dhe se deri në korrik duhet finalizuar Komisioni i Reformës Zgjedhore me objektiv si depolitizimi i administratës dhe shpallja e shpejtë e rezultateve. Balla theksoi ambicien e mazhorancës për reforma të thella, përfshirë uljen e numrit të deputetëve nga 140 në 121 dhe zhvillimin e zgjedhjeve sipas ndarjes së re territoriale. Ai nënvizoi se integrimi në BE mbetet prioritet dhe se reforma do të ecin pa vonesa. Ndërkohë, kreu i kuvendit Niko Peleshi prezantoi agjendën parlamentare që nis më 19 janar, ku parashikohet miratimi i të paktën 10 projekt ligjeve për integrimin në BE, përfshirë ndryshime në kodin penal, sistemin e drejtësisë media, në konfliktin e interesit dhe funksionimin e kuvendit. Nga Pallati i Brigadave, gjatë mbledhjes së grupit parlamentar socialista Uland Balla i bën thirrje SPAK-ut të zbatojë vendimet e gjykatës së Strasburgut dhe gjykatës së lartë për 21 janarin, të cilën e cilëson si krim shtetëror. Ai thekson se kuvendi dhe Ministria e Drejtësisë kanë përgjegjësi për kontrollin e zbatimit të këtyre vendimeve. Balla kujton se të mërkurën shënohen 15 vite nga tragjedia dhe se pritet veprim konkret nga drejtësia, pa ndërhyrë në përmbajtjen e dosjeve penale. Në vijim ai theksoi se objektivi kryesor i mandatit të katërt të qeverisë është anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian përpara 28 nëntorit 2030. Sipas tij, synimi është mbyllja e negociatave deri në fund të vitit 2027, ratifikimi nga vendet anëtare gjatë vitit 2028 dhe ngritja e flamurit shqiptar në familjen europiane në vitin 2030. Përfaqësues të lëvizjes Shqipëria bëhet zhvilluan sot një aksion para kryeministrisë, duke kërkuar që qytetarët bashkohen kundër qeverisë dhe asaj që e quajnë regjimi hajdutëve. Ata mbanin pankarta kundër karteleve të drogës dhe kërkuan drejtësi për qytetarët e prekur nga korrupsioni dhe padrejtësitë e sistemit. Kreu i lëvizjes Adriatik Lapa i ftoi qytetarët të marrin pjesë në protestën e parashikuar për nesër 17 janar ora 18, duke theksuar se pjesëmarrja është e domosdoshme për të reaguar ndaj padrejtësive që prekin tatimet, gjobat apo pa aftësinë e çifteve të reja për të bler apartamente. Lëvizja kërkon që qytetarët rreshtohen krah drejtësisë dhe t'japin një mesazh të qartë kundër regjizorit të këtij sistemi korruptiv.
Ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula tregon se ka pasur një telefonat personale nga kryeministri Edi Rama, i cili ka shprehur respekt për integritetin dhe dinjitetin e tij gjatë rreth 20 viteve në politik, duke e ftuar të kontribuojë për shtetin shqiptar. Sula thotë se e ka falendëruar Ramën, por e ka refuzuar ofertën, duke theksuar se nuk është gati dhe se telefonata ka ndodhur në muajt gusht e shtator para nisjes së sesionit parlamentar. Ai e cilson gestin si shenjë civilizimi politik pavarësisht përplasjeve të mëparshme. Njëkohësisht Sula mohon kategorikisht zërat se është emëruar kryeinspektori i përgjithshëm, duke i quajtur të pavërtet dhe të motivuar politikisht. Ai thekson se nuk ka asnjë vendim apo urdhër zyrtar dhe nënvizon se shteti nuk i përket as Ramës dhe as Berishës, ndërsa çdo angazhim institucional do ta konsideronte vetëm jashtë politikës aktive. Një deklaratë e kryeministrit Edi Rama, ku tha se grekët nuk janë pasardhës të Aristotelit apo Platonit, ka shkaktuar reagime të forta në Greqi. Ministri grek i shëndetësisë sulmoi Ramën personalisht, duke deklaruar se ai ka probleme psikologjike me Greqinë dhe se historia duhet u lihet historianëve. Debati nisi gjatë samitit në Abu Dhabi, ku Rama reagoi ashpër ndaj gazetarit greko-amerikan John Defterios, duke ironizuar për ardhjen dhe llogaritjet financiare si grekët. Këto deklarata u pasqyruan gjërësisht në media e politik. Në reagimin e tij zyrtar, Rama deklaroi sot se fjalët e tij ishin shaka dhe janë nxjerrë jashtë kontekstit. Ai thekson se nuk ka asnjë dyshim për prejardhjen greke të Platonit dhe Aristotelit, duke cilësuar Greqinë lashtë si themel të qytetërimit evropian dhe Greqinë si një fqinj të pazëvendësueshëm për Shqipërinë. Sa i takon politikanit grek, përkatësisht ministrit të shëndetësisë që e sulmoi, Rama e cilëson si politikan i lodhur që nuk kupton as humorin. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa ka ngritur shqetësime për draftin e ri të fjalorit të gjuhës shqipe të Akademisë së Shkencave. Ajo e konsideron fjalorin jashtë standardeve shkencore dhe me përkufizime diskriminuese, sidomos për fjalën vajzë, e cila paraqitet me nota negative ndërsa djalë me nota pozitive, duke normalizuar një mentalitet maskilist. Zhupa ka kritikuar gjithashtu futjen e fjalëve të huaja pa nevojë reale, si abandonim dhe online, dhe përkufizimet e termave politik të cilat nuk përputhen me realitetin pluralist dhe kushtetues. Sekretarja e Komisionit për Kulturën, Zhupa paralajmëron një seancë dëgjimore ku Akademia e Shkencave do të shpjegojë procesin e hartimit fjalorit, grupet e punës dhe konsultimet e kryera, duke kërkuar profesionalizëm dhe seriozitet në ruajtjen e identitetit gjuhësor dhe kombëtar. Apeli i gjykatës posaçme ka refuzuar kërkesën e Argita Berishës dhe Jamarbër Maltezit për të hequr sekuestron mbi pasuritë e tyre të cilat janë sekuestruar nga SPAK në kuadër të hetimeve për aferën Partizani. Vendimi është dhënë nga gjyqtari Engert Pullumbi. Pasuritë e sekuestruara përfshin llogari bankare me qindra mijëra euro dhe dollar, apartamente e bodrume në Tiranë, si edhe pjesë të kapitalit të disa shoqërive private. Maltezi është nën akuzë për korrupsion dhe pastrim parash dhe bashkë me të po gjykohet ish kryeministri Sali Berisha dhe disa bashkëpunëtorë të tjerë. Vendimi i apelit konfirmon se sekuestro mbetet në fuqi deri në përfundimin e procedurës penale dhe nënvizon seriozitetin e hetimeve të SPAK për këtë dosje të rëndësishme. Ish drejtori i burgut të Durrësit Indrit Sërloj është arrestuar vetëm një ditë pas shkarkimit të tij nga ministri i drejtësisë pas arratisjes së të paraburgosurit Altin Ndoci nga Spitali Rajonal i Durrësit 2 ditë më parë. Hetimet tregojnë se Ndoci u dërgua në spital me ambulancë pa pranga dhe në rrethana të dyshimta. Sipas burimeve, kirurgu që duhet ta konsultonte ishte në sallë operacioni me një pacient tjetër dhe dyshohet se nuk kishte dieni për mbërritjen e të paraburgosurit. Nga ora 10:10 deri në orën 13:05, kur Ndoci u arratis pasi dhunoi 2 policë, ai nuk u vizitua asnjëherë nga mjeku. Ndërkohë është pezulluar gjithë zinxhiri komandues i burgut të Durrësit, pasi rezulton se vizita mjekësore nuk është raportuar dhe nuk janë respektuar procedurat standarde të shoqërimit të paraburgosurve. Policia e Korçës ka nisur procedimin penal ndaj 2 punonjësve të zyrës postare Vishocic në Devol, të dyshuara për vjedhjen e rreth 22 milion lekëve të rinj. Nën hetim janë përgjegjësja 29 vjeçare dhe arktarja 27 vjeçare, të cilat dyshohet se kanë bashkëpunuar për përvetësimin e fondeve publike gjatë periudhës shtator 2025 janar 2026. Sipas policisë, përgjegjësja akuzohet se ka shpërdoruar fondet e pensioneve dhe ndihmës ekonomike, kryesisht për përfitues që jetonin jashtë vendit duke falsifikuar nënshkrimet. Ndërkohë arktarja dyshohet se ka manipuluar evidencat fizike dhe digjitale të arkës për të fshehur vjedhjen. Hetimet vijojnë ndërsa policia po punon për identifikimin e personave të tjerë të mundshëm të përfshirë në këtë skemë mashtrimi. FBI-a ka dërguar në Kosovë një agent special dhe një analist inteligjence për të punuar drejt për drejt me policinë e Kosovës. Takimi zyrtar në Prishtinë u zhvillua me drejtuesit e policisë dhe atashet amerikan, Brandon Collins dhe Kimberly Rife. Qëllimi është të forcohet bashkëpunimi strategjik dhe të rriten kapacitetet hetimore, veçanërisht në fushën e inteligjencës dhe ndjekjes penale. Agenti dhe analisti do të punojnë ngushtë me policinë e Kosovës për të parandaluar dhe ndjekur grupet kriminale dhe kërcënimet ndaj sigurisë. Policia e Kosovës thekson se ky bashkëpunim me SBA-t do të përmirësojë cilësinë e operacioneve dhe sigurinë e qytetarëve, duke shërbyer si një shembull i partneritetit ndërkombëtar profesional dhe strategjik.
Serbia ka mbajtur për vite me radhë një politikë të njohur si doktrina e 4 shtyllave, duke balancuar marrëdhëniet me BE-n, SBA-t, Rusinë dhe Kinën, por lufta në Ukrainë, sanksionet dhe presionet energjetike kanë tronditur këtë ekuilibër. Gazetat zvicerane dhe gjermane vënë në dukje se 3 nga 4 shtyllat e politikës jashtme serbe janë në krizë, ndërsa autoriteti i presidentit Aleksandar Vučić është dobësuar për shkak të lëvizjes qytetare dhe kritikës ndaj sundimit të ligjit. Gazeta Neue Zürcher Zeitung thekson se politika serbe, e cila kishte funksionuar për gati 2 dekada dhe kishte synim të impononte imazhin e Vučićit si udhëheqës i fuqive botërore, tani po dështon. BE-ja, partneri më i duruar, ka ngadalësuar negociatat për integrim, ndërsa SBA-t po përdorin sanksionet dhe instrumentet strategjike në sektorin energjetik për të riorientuar vendin. Rasti i nisit tregon se synimi i Washingtonit është largimi i kapitalit dhe ndikimit rus nga sektori energjetik. Berliner Zeitung vëren se 3 javët e ardhshme janë vendimtare. Nëse aksionet e Gazpromit kalojnë te mol, Serbia do të tregojë një orientim drejt perëndimit. Në të kundërt, vendi rrezikon një krizë të re energjetike. Analistët nënvizojnë se politika e 4 shtyllave ishte kryesisht për konsum të brendshëm, por tashmë Serbia duhet të zgjedhë një aleat kryesor në një mjedis gjeopolitik të ri. BE-ja duhet të reformojë politikën e saj të integrimit për të përballur me këtë realitet të ri. Udhëheqës nga gjithë Europa dhe bota janë bashkuar për të mbështetur Viktor Orban për zgjedhjet e 12 prillit në Hungari, duke paraqitur atë si simbol global të lëvizjes së ekstremit të djathtë. Në një video fushate përfshihen Giorgia Meloni dhe Matteo Salvini nga Italia, Marine Le Pen nga Franca, Alice Weidel nga Gjermania, si edhe udhëheqës të tjerë nga Austria, Çekia, Serbia, Argentina dhe Izraeli. Orban, i cili mbetet pas në sondazhe, përpiqet të tregojë lidhjet ndërkombëtare si një avantazh strategjik, ndërsa opozita fokusohet te çështjet e brendshme, ekonomia, kosto jetesës dhe fondet e BE-s. Video përmend gjithashtu pushtimin rus në Ukrainë, ku udhëheqësit e ekstremit të djathtë lavdrojnë qëndrimet e tij. Analistët thonë se zgjedhjet hungareze kanë ndikim simbolik global, duke reflektuar fuqinë dhe perceptimin e së djathtës jo liberale populiste në Europë. Davos, i qyteti i vogël zviceran me 12.000 banor, për disa ditë në janar shndërrohet në një nga vendet më të mbrojtura në botë për shkak të forumit ekonomik botror dhe vizitës së presidentit amerikan Donald Trump. Autoritetet dhe ushtria zvicerane kanë marrë masa të jashtëzakonshme sigurie, përfshirë mbikëqyrje ajrore, sisteme kundër dronëve dhe siguri kibernetike, ndërsa buxheti për operacionin arrin 9 milion franga zvicerane. Trump mbërrin me Air Force One dhe do të përdor limuzinën e blinduar bisha, shoqëruar nga eskorte madhe automjetësh sigurie. Pjesëmarrës janë gjithashtu lider botror si Emmanuel Macron, Friedrich Merz dhe Isaac Herzog, duke kthyer qytetin në një metropol global për 4 ditë. Autoritetet lejojnë demonstrata, por theksojnë se siguria e pjesëmarrësve dhe qytetarëve mbetet prioritet. I dërguari special i SBA-ve Steve Witkoff bën publike 4 kërkesat kryesore të Washingtonit ndaj Teheranit për të rikthyer bisedimet diplomatike. Ai thekson se çështjet përfshin pasurimin bërthamor, raketat, zvoglimin e inventarit materialit bërthamor prej rreth 2000 kg të pasuruar deri në 60% dhe përfaqësuesit për negociata. Witkoff thekson se një zgjidhje diplomatike është e mundur, ndërsa alternativa e ndërhyrjes ushtarake do të ishte problematike. Deklarata vjen në një konferencë të Këshillit Izrael-Amerikan në Florida. Protestat në Iran filluan më 29 dhjetor 2025 për shkak të rënies së kursit të rialit dhe autoritetet iraniane akuzuan SBA-t dhe Izraelin për nxitjen e trazirave. Presidenti amerikan Donald Trump ka shqyrtuar mundësinë e përdorimit të forcës kundër Teheranit, duke rritur tensionet rajonale. Drejtori i CIA-s John Ratcliffe takoi presidenten e përkohshme të Venezuelës Delcy Rodriguez në Caracas. Takimi shihet si një mesazh nga Donald Trump që e sheh qeverinë e përkohshme si rrugën më të mirë për stabilitet afatshkurtër. Gjatë bisedimeve u diskutuan bashkëpunimi ekonomik dhe siguria, me theks të ndalimi që Venezuela të përdoret si strep për kundërshtarët e SBA-ve, përfshir rrjetet e trafikut të drogës. Zyrtarët amerikanë thanë se takimi synonte forcimin e besimit reciprok dhe tregonte gatishmërinë e CIA-s për të vepruar më aktivisht. Takimi vjen pas arrestimit të Nicolas Maduros më herët këtë muaj, ndërsa SBA synon të forcojë kontrollin mbi sektorin e naftës dhe politikat kryesore të Venezuelës. Vizita interpretohet si një sinjal strategjik amerikan për mbështetjen ndaj qeverisë së përkohshme dhe stabilitetit politik në vend.